dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Po lutim së bashku me ju mbrëmsorën e parë. E shtunë java e 28 gjatë vitit liturgjik C. Psalme të marra nga java 4 e psalterit. O hy më eja në ndim. O Zot shpejtot të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Zot burimi i të gjitha sendeve, që në çdo gjë të kryer, hapësirën e mbartokes me të mira e dhunti mbushe. Kur krijove Jeruzalimin, thuhet se në fund more pushim, duke u dhënë punëve që ne me qejf të ngriheshim. Bëj tash vdekatarët ti qajnë fajet e jetës, të qëndrojnë në virtyte e me mbarësi të shpërblehen. Që kur të nis frika e madhe e gjykatësit të tmerrshëm, të gjithë me radhë të gëzohemi mbushur me dhunti paqeje. Na je po atë më shirploti dhe o birë baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar, që sundon në të gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Paqja qoftë me ty, o Jeruzalem. Psalmi 122. Përshëndetje Jeruzalemit, qytetit të shenjtë. Jeni afruar malit Sion, qytetit të hyjit të gjallë. Nga Hebrejt, kapitulli 12, rreshti 22. Se që gëzova kur më thanë, eja të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Ja tash me këmbët tona shkelën, në dyert e tua, o Jeruzalem. O Jeruzalem, qytet të ndërtuar me mjeshtri, thuaj se i tëri një sopë të vetë me e. Atje ngjiten fiset e Zotit, sipas rregullores në Izrael, për të kremtuar emrin e Zotit. Atje janë selit e gjykatorës së drejtësisë, selit e shtëpisë së Davidit. Lutuni për paqen e Izraelit, u prifte mbara atyre që të duan ty. Mbretroft paqja në muret e tua dhe qetësia në pirqet e tua. Për dashurinë ndaj vëllezërve e miqve të mi, do të them paqja me ty. Për dashurinë ndaj shtëpisë së Zotit hyjit ton, do të lutem ti kesh të gjitha të mirat. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Paqja qoftë me ty, o Jeruzalem. Antifona e dytë. Shpirti im e pret Zotin më tepër se rojtari agimin. Psalmi 130, prej humnerës të thëras. Ai do ta shërboj popullin e vet prej mëkateve të mia. Nga Mateo, kapitulli parë, rreshti 21. Prej humnerës klithat e ti, o Zot. O Zot, dëgjoje pritmen time. Le ta dëgjojnë veshët e tu, zërin e lutjes sime. Nëse do t'i mbash mend pa udhësit, o Zot, e kush do të qëndroj para teje, por të ti gjendet falja që të dim të të druajmë. Shpresoj në ty, o Zot. Shpirti im shpreson në premtimin e ti. E pret shpirti im Zotin, më tepër se rojtarët agimin. Më tepër se rojtarët agimin, le të shpresoj Izraelin në Zotin, sepse të Zoti është mëshira, dhe i madh është tek ai shpërblimi. Ai do të na nxjerrë Izraelin prej të gjitha paudhësive të tij. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Shpirti im e pret Zotin, më tepër se rojtari agimin. Antifona e tretë. Qielli e toka le të përkulen para emrit të Krishtit Zot. Aleluja. Kënga Filipianëve kapitulli 2, rreshta 6 deri në 11.
Krishti shërptari hyjit. Krishti Jezus edhe pse me natyrë hyj. Barazin e vetë me të, nuk e çmoj si një visar që s'mundet pa të, por i e mohoj vetës. e mori natyrën e shërptorit dhe u bëj ngjashëm me njerëz, Dhe për kapamja jashtme, duke i vetëm njeri. e përuli vetën duke u bëri të gjushëm deri në vdekje. Mu deri në vdekje në kryq, Prandaj edhe hyje lartësoj tezve, dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkullet çdo gjuhë i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. dhe çdo gjuhë të dëshmoj. Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjit atë, Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. qielli e toka le të përkulen para emrit të Krishtit Zot. Aleluja. Leximi i shkurtër nga letra e dytë e Pjetrit, kapitulli i parë, rreshtat 19 deri në 21. U vërtetua fjala e profetëve dhe bëni shumë mirë që mbështeteni në të, si në dritën që ndriçon në vend të errët, deri të zbardh dita e të lind ylli i dritës në zemrat tuaja. Para se gjithashtu dijeni mirë këtë, asnjë profeci që gjendet në shkrimin shajt nuk mund të shpjegohet sipas trillit të kujdo, sepse askur nuk ndodhi ndonjë profeci me vullnet të njerëzit, por njerëzit të frymëzuar për shpirtit shajt folën nga ana e hyjit. Përgjigje e shkurtër. Që nga lindja e diellit gjerë në perëndim, lavdërojeni emrin e Zotit. Që nga lindja e diellit gjerë në perëndim, lavdërojeni emrin e Zotit. Lavdia e tij e madhe i te i kalon qejt. Lavdërojeni emrin e Zotit. Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Që nga lindja e diellit gjerë në perëndim, lavdërojeni emrin e Zotit. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Vetëm një i huaj u kthye për t'i dhënë lavdi hyjit. Qohu e shko, feja jote të shpëtoj. Kënga e Virgjës së Lumës sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rreshtat 46 deri në 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me hare i brohorit shërbëuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptarën e vet të përvojt, qëse që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua, hyi gjithë pushtetshëm. I shajt është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, I rrezoj princat për i froneve të tyre, e i lartësoj të përvuajturit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar that, I ndihmoi Izraelit shërptarit të vet, duke sjell në mend mëshirën. si u apati premtuar etërve tanë. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. vetëm një i huaj u kthye për t'i dhënë lavdi hyjit. Qohu e shko, feja jote të shpëtoj. Lutjet e besimtarve. Ti lutemi Krishtit, i cili është gëzimi të gjithë atyre që në të shpresojnë dhe së bashku t'i themi: Na shiko o Zot dhe dëgjoje lutjen tonë. Dëshmitar besnik, i parlindur i prej vdekjes,
ti me gjakun tënd i pastrove shpirtrat tan, bëj që për herë ti kujtojmë mrekullitë e dashurisë sate. Na shiko o Zot dhe dëgjoje lutjen tënde. Të gjithë ata që i ke thirrur të jenë lajmëtar të ungjillit tënd, bëj që të jenë të qëndrueshëm dhe shërbëtor besnik të mbretërisë sate. Na shiko o Zot dhe dëgjoje lutjen tonë. Mbret i paqes, dërgoja shpirtin tënd udhëheqësve të popullit, le të kujdesen për të varfrit dhe të mjerët. Na shiko o Zot dhe dëgjoje lutjen tonë. Bë hundime të gjithë atyre që vuajnë nga diskriminimi për shkak të kombësisë, të racës, të gjendjes shoqërore, të besimit ose të gjuhës. Bëj që t'i fitojnë të drejtat e veta dhe të tjerë të pranojnë dinjitetin e tyre. Na shiko o Zot dhe dëgjoje lutjen tonë. Të gjithë ata që në dashurinë tënde ndëruan jetë, bëj që të jenë pjesëtar të lumturisë, me të lumën Mari Virgjër dhe të gjithë shetrit e tu. Na shiko o Zot dhe dëgjoje lutjen tonë. Aty ynë që në qiell, u shetrofte në të ardë mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Na prift o Zot dhe na përcjell për herë hiri yt dhe vazhdimisht na bëf të kujdesshëm të kryejmë vepra të mira. Në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin që i ty, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyen. Të dashur dëgjues e Radio Marisë së Kosovës, lutem së bashku me ju mbrëmsaren e parë, java 28 gjatë vitit liturgjik që e shton. Ju ftoj të vazhdoni të shoqëroheni me programet e Radio Marisë së Kosovës, një zë i krishter në shtëpinë tënde. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.